Këtu është horoskopi i premte 19 dhjetor 2025. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Sigurisht jo një ditë e shkëlqyer. Shumë veta e kuptojnë se punojnë shumë dhe fitojnë shumë pak. Në dashuri ka konfuzion. Demi. Kjo ditë nuk është e tonifikuar, faji nuk është i juaj, por disa marrëdhënie që duhet të ndryshohen. Propozime dhe thirrje të reja për t'u vlerësuar me kujdes. Binjakët. Mos u lodhni shumë, ka mundësi që të ndodh pak ankth në një periudhë të çuditshme për dashurinë, por produktive për aktivitet. Është e mundur që të ketë disa trazira në familje, ndoshta midis anëtarëve më të vegjël të familjes, fëmijëve ose vëllezërve ose motrave të vogla. Gaforja. Në ditë të caktuara, e ndjeni partnerin tuaj më larg ose më i tërbuar duke bërë gjëra. Puna është e vështirë, edhe përballë një detyre të re ka shumë për të bërë. Luani. Nëse keni jetuar një histori për vite me radhë, mund të vendosni ta legalizoni atë. Shikoni të ardhmen me optimizëm. Virgjeresha. Për shkak të një mbikëqyrieje ju mund të shpenzoni më shumë se sa pritej, natë pa gjumë për shkak të një seri mendimesh që duhet të përpiqeni t'i largoni, mos bëni takime të lodhshme. Peshorja. Kjo është një ditë e veçantë, dikush do t'ju shtyjë të bëni diçka që nuk e dëshironi, në fund ju bini në këmbë. Mund të marrë malli për dikë nëse ka pasur një ndarje. Akrepi. Ngadalë por me fat horoskopi do të zbuloj gjithë atë vullnet dhe mundësi veprimi që ka munguar në të kaluarën dhe sigurisht jo faji juaj. Ditët e fundit ka të ngjarë që të keni përjetuar edhe lodhje fizike, një sëmundje e lehtë sezonale. Shigjetari. Tani mund të rishikoni projektet dhe të zgjeroni horizontet. Në plan të parë gjejmë miqësi, kontakte historike dhe emocionale të cilat tregojnë rëndësi të konsiderueshme. Britsjapi. Ju nuk flisni shumë këto ditë, mund ta mbyllni veten. Ju jeni të dyshim në dashuri, një miqësi vihet në dyshim. Ujori. Nëse dëshironi të vlerësoni edhe ndonjë projekt të rëndësishëm pune, mendoni për të. Kujdes me llogarit, nuk është koha për të luajtur bixhoz. Mbrëmje e ëmbël në qift. Peshqit. Momente ideale për të rikuperuar një lidhje. Do të jetë një ditë rikuperimi psikofizik. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.